Ishte shtatori I vitit 1991. Në Shqipëri në sapo futur në një dekadë të re mendimi, kishte ende mentalitetet të forta të së kaluarës, që vazhdonin të kushtëzonin fatet e njerëzve. Kjo ndodhi me familjen Lezo, kur diçka e papritur erdhi si pasojë e dëshirave të ndrydhura të pjesëtares më të vogël, Linditës, që në atë kohë ishte vetëm 18 vjeç. Një dashuri e ndaluar I kushtoi familjes Lezo largimin për 20 vjet të vajzës së tyre. Ajo atë ditë iku, biles I bërtiti I vlaja ditë, edhe u bo nervoze, edhe iku me një shoqë, po se ku iku se di, ishte nga Kosova, e dua tha. Atë ditë kujtojnë shumë mirë edhe sot të gjithë pjesëtarët që Lindita I la në atë shtëpi që e presin ende të kthehet. Motra më e madhe tregon se ditën që Lindita u largua, ishte duke u kthyer nga puna, dhe ajo sekuencë e shkurtër e ikjes I duket shumë e afërt. Makina ishte e kuqe, me targa Kosove, dhe e njëjta makinën nga targa, makina iku me një shpejtësi shumë të madhe, se kush ishte brenda, nuk e di, por vetëm di që ajo makinë ishte që vinte këtu për Linditën. Varet se si mund det, ajo shpinë e ka të hapur, vllai e pret. Por tani, jo të gjithë e presin kthimin e Linditës në shtëpi. Babi dhe në momentin e fundit që po hipte shpirt, gjysmë 2 fjalë të para të folit. Më ka folur se kam qenë kur ka dhënë shpirt, vetëm 2 fjalë të para ka thënë vetëm li. Domethënë që më gjeni litën. E kaluara shërben për të nxjerrë mësime, e tashmja për të ndërtuar shtratin e së ardhmes. Dikush ka thënë se më mirë që të dashurit tanë ndonjëherë na lëndojnë, pasi vetëm kështu mund të përjetojmë magjinë shpirtërore kur ti I fal. Asnjëherë nuk është vonë për të kërkuar falje. Nuk është vonë për të kthyer mbrapa fjalë që dikur I ndan nga një njeri I dashur. Dhe familja Lezo pret që Lindita t'ua jap një ditë këtë mundësi.